Pastoreshjeve të rëmbyeshme që goditën në rajonin lindor të Steiermark gjatë fundjavës, autoritetet u përballen me një situatë emergjente në autostradën Pyhr në Austri, ku disa rrëshqitje dhe u bllokuan totalisht qarkullimin në të dy drejtimet pranë zonës Hubelba. Sipas burimeve, kompania përgjegjëse për infrastrukturën rrugore në Austri, 5 rrëshqitje të mëdha dhe u mbuluan rrugën me balë dhe gur deri në 2 metra lartësi. Pamje nga vendngjarja tregojnë punonjës dhe ekipet e shpëtimit duke ecur në ujëra që u arritën deri në bel, ndërsa përpiqeshin të vlerësonin dëmet dhe të fillonin pastrimin, raporton portali Mërgata. Ka qenë një natë dramatike, u shpreha një përfaqësues i kompanisë. Vëllimi i rreshjeve ishte jashtëzakonshëm, duke shkaktuar jo vetëm përmbytje, por edhe rrëshqitje masive të dhëut në terrene të pjefta. Autostrada A9 u mbyll menjëherë në të dy drejtimet për arsye sigurie dhe mbeti tillë për disa ditë për shkak të dëmtimeve të rënda dhe sasisë së madhe të materialeve që duheshin hequr. Qarkullimi e devijua në rrugë alternative, ndërsa autoritetet këshilluan drejtuesit e mjeteve të shmangnin zonën. Ndërkohë banorët në zonat përreth u përballën me përmbytje në shtëpi dhe pronat e tyre dhe disa rrugë lokale u bëndu pakalueshme. Nuk raportohet për të lënduar deri në këtë moment, por dëmet materiale pritet të jenë të konsiderueshme. Meteorologët paralajmërojnë se rreshjet mund të vazhdojnë edhe gjatë ditëve në vijim, duke rritur rrezikun për rreziqe të tjera dhe përmbytje në zona më të ndjeshme.